إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Fillimisht falënderojmë Allahun subhanahu wa taala, pastaj dërgojmë salatë dhe selame për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekën në rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e Kiametit. Dhe të dashur, pasi që feja jonë është një fe e vërtet, e zbritur prej Zotit subhanahu wa taala, ajo i ka përfshi gjitha sferat që i duhet një muslimanit. Feja jonë ka folë edhe për pushimet verore, ka folë edhe për pushimet dimrore, ka folë edhe për ibadetin me Zotin, edhe për gjunahat, edhe për haramat. Feja jonë nuk ka temë vetë se Zoti subhanahu wa taala ka shpjeguar në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe. Deshta sot më thon disa fjalë sa i përket pushimeve verore. Vetë kemi në fillim këtyre 3 muajve pushimit, dhe pse ky pushim është më shumë për studentat, për fëmijët, por edhe ka dhe punëtorë që marrin pushimin vjetor e me gjatë këtyre 3 muajve. Si duhet muslimani me shikue këtë pushim? A thu këtë pushim dhe së dash është që ne me dalë më u zhvesh prej petku të islamit? Nuk i bje kështu. Po njëtën kohë kemi drejt më i shfryzu të begatit e Zotit. Allah në ka lejue, bile Zotin në ka dhonë që mi shfryzu. Kështu që më dhe muslimani i shfryzu begatit e Allahut, por nga në tjetër nuk i shkel kufit e Zotit. Mes tyre dyjave. Edhe kënaqmi, po njëtën kohë edhe nuk i bëmi gjuna Zotit. Pra kjo është edhe balancimi që du ta ketë parasysh çdo musliman. Allah subhanahu wa taala për këtë balancim, për këtë mesele, e përmend në një ajet kuranor ku thotë Allah subhanahu wa taala: "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah." Atë që të ka dhënë Zoti, synoje ahiretin me begatit që i ke. Synoja ahiretin. Vazhdon ajeti thotë Allahu: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Edhe hisën e kësaj dunjas mos e haro. Edhe kënaqësitë e kësaj dunjas mos i haro. Edhe begatitë e kësaj dunjas shfryzoj. Pra do të kuptojmë nga ky ajet që muslimani duhet me kon mes begative të Zotit dhe urdhave të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse nalmi me pa dhe sunetin edhe jetën e pejgamberit selam e ka pas këtë balans. Edhe është kënaq me begatitë e Zotit, por edhe ka qenë i kujdesshëm ndaj harameve, ndaj gjunaheve. Përmendet në një hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte thonë një ditë Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhu i ka thonën: "Sum wa aftir." O Abdullah, agjëro, por edhe bani iftar, në herë mos agjëro. Kështu që në herë agjëro vullnetarisht, në herë mos agjëro. Ka vazhdon ka thonën wa nam wa qum. Natën edhe flej, po dhe çu edhe falu. Shikoni balancën. I ka thonë fa inna li jasadika alayka haqqa, nga se ndaj trupit tënd ke hake. Ndaj trupit që na ka dhënë Zoti kemi hake. Edhe ka thonë selam wa inna li aynayka alayka haqqa, ki dhe hake ndaj sytë tu. Edhe sytë kanë nevojë me pushue. Gjithashtu ka thonë selam wa inna li zawjika alayka haqqa, ki dhe hake ndaj gruas tënde. Edhe vazhdon hadithi ka thonë selam wa inna li zawrika alayka haqqa, ki dhe hake ndaj musafirit tan. Edhe musafiri është kumë të shtëpia, i ki disa hake ndaj tij. Edhe vazhdon për sa thot wa inna li walidika alayka haqqa, edhe ndaj fëmijës tan ki hake. Shikoj për selam na ka dhënë këtë mesazh me mojt balancën mes adhurimin ndaj Zotit dhe kënaqësive kësaj dunjas. Zban me dëmtu njënë duke zban njënës me thonë rëndësi duke lënë tjetërën keq. Kështu që muslimani i ka e ban atë balansën mes halalit dhe kënaqësive të kësaj dunjaje. Në një hadith tjetër, pejgamberi sa një ditë hini në xhami, edhe e kishte pa një litar, një konop të lidhur në xhami. Edhe sa mi pyeti sahabët, ju tha: "Çka është ky konopi këtu në xhami?" I tha: "Ja Rasulullah, ky konopi është i Zejnebës. Ajo kur falet natën, kur lodhet nga ibadeti, mbahet. Te konopi mos të bjen, mos zdrohet." Për asam shafa, tha: "Zgjidhni këtë konop, largoni konopin. Në të falën dë njëri prej juve
kur ka vullnet, momenti që i vjen gjumi në të pushon. Edhe kjo hadith e jep mesazhin që muslimanët me pas këtë balans. S'ba me lënë shëndetin keq të sunu ibadetin. Muslimani jep hakën edhe adhurimin ndaj Zotit, edhe trupit, edhe hakën që i kanë ndaj trupit, ndaj gjumit e kështu me radhë. Dhe se dashur i kam disa porosi sa i përket në pushimet verore, si mi shfryzu mas mirë këta 3 muaj që i kemi para nesh. E para gjohë si thash, kemi drejt mu argëtu, kemi drejt mu knaq. Disa propozime, po i jap që me qëllim që me i pas parasysh dhe me shfryzu sa ma mirë këta pushime verore. E para për tyre për argëtimet. Argëtimet janë të lloj-llojshme. Argëtimi mund të jenë një shëtitje që e bën me familjen tënde. Argëtimi është gjithashtu me lut një lojë, me pas një sport, me pas një shëtitje, me pas një vrapim. Këtë janë të forma se si ti mush mu kënaq këta 3 muaj të veror. Gjithashtu kanë thonë dietarët, vizitat familjare është pjesë argëtimit. Gjithashtu kam dëshime në vizue, Allah i shpërblet ata gurbetçartë që i dajnë disa javë dhe vinë në vizitojnë neve. Ata i marrin disa vape. Edhe kënaqen, argëtohen, dalin nga shteti i tyre edhe vinë e vizitojnë familjen. Dy të mira. Për që i këshilloj mos ta ndalin. Edhe marrin se vape e vizitojnë familjen e vet, edhe argëtohen, dalin prej qytetit vet me pa pak ndryshime. Kjo është shumë e rrugës. Për që edhe ne që jemi këtu, me pas udhëtime familjare, me shku me vizitue babën plak, me shku me vizitue dajën, hallën, tezën, në përkatune, edhe qytete tjera. Edhe knaqësh, pa edhe i mba lidhet familjare. Dyjat më thonë, dy gjëra më thonë i fiton. Por është e rrugës ku që ka rendët, pse jo, me bodhë edhe një umre familjare. Nëse ki pare, i ki rendët, bashkë me fëmijët e tu, shbare një udhëtim edhe shkopare një umre. Më ka kallzu një xhamat, tha prej asaj dite ta që i shkova me familjet e mi, me fëmijët e mi, tha numre, fëmijët e mi tha mu ndryshun. E morën rrugën e hajrit. Mo prej asaj dite nuk e lanë namazin, e mësuan Kur'anin. Ishin shumë respektues ndaj babës dhe nanës. Ku që mund me konë një udhëtim, që i argëtu, i e knaq, por e ki bëdhë një ibadet. Edhe kalon shenjat mirat e fëmijët e tu. Kështu që më thonë që rrugës edhe një umre, nëse ki rendet pse jo, me bo me familjen që mu knaq. Kjo ishte më dhe argëtimet. Nga një tjetër, një për propozime që kisha pa dëshirë me dhonë, është leximi në këta 3 muaj. Nuk është pa tjetër leximi se është me marrë një libër. Leximi është me marrë pjesë në ligjërat. Sidomos për fëmijët, elhamdullah, në shumë xhamia, në shumë vende organizohet kurse verore. Me çu fëmijën, me aktivizu fëmijën, mes me net bash fëmija. E ngon një mesele, mëson një mesele të abdestit, namazit, e mëson një çështje, një edukat të islamit, kërë që është mirë me shfryzue edhe këtë aspekt pushimet verore. Me lënë fëmijën 3 muaj ditë, pa asnjë angazhim, kjo është në dëm fëmijës. Pse më thonë profesor ju japin nxënësve lektyra me lexu gjatë pushimit veror? Mes me ndodha e shkëputja me leximin. Nëse ndodh shkëputja, dobësohet edhe truni. Kjo dhe shkencëtarisht është vërtetuar. Nëse një sportist e le sportin 2-3 javë, ai dobësohet. Ai duhet me pas vazhdimsi në sport. Edhe truni ka nevojë me pas vazhdimsi në lexim. Se dobësohet truni. Këtë arsye më thonë është e rrugës mes me pas në ndërprerje. Kjo është më thonë një formë e mirë, më thonë me marr pjesë në për xhamia, në aktivitete, në për kurse që ka nevojë. E ke një notë të dobët në një lant, shfryzoj pushimet verore për misojat lant. Merë një kurs, ngritë nivelin në atë lant, e kështu me radhë. Kështu që është mirë, më thonë, këtë begatit Zotit, këta 3 muaj, nuk janë pak, të shfryzoj, më thonë, dobinë tonë me qëllim që, më thonë, me marrë edhe sevape. Ky ishte propozimi i dytë me lexue apo me mësu diçka. Propozimi i tretë që kisha dhënën, nëse nuk e leximit, nëse nuk e shëtitjeve, hen diku në merr një zanat, bëre një punë, angazhohu diçka. Se ka thonë një pediatër të vjetër, in lam tajbil nafsaka bil haqq shagalatka bil batil. Nëse nefsin tanë nuk e angazhon me gjëra të dobishme, nefsi ka më të angazhu ti me gjëra të kota. Këtë e shohim. A e dini se vjedhët më të mëdha, gabimet më të mëdha, shkelet më të mëdha që ndodhin gjatë pushimeve. Pse? Se njëri është i lirë. Kur është njëri i lirë, më thonë, çfarë del pi kontrolle.
Kurse njeri kur është i angazhuar, kur ka punë, kur ka detyra, kur ka obligime, ai s'ka vakt më marr me gjërat kota. Gjërat e kota vijnë kur njeriu është i lirë. Këtë arsye më duhet të angazhu vetë, mos e lë veten bosh. Mirë me diçka. Mirë me një vizitë, mirë me një punë të hajër, mirë me një sport, mirë me diçka. Nga se më thonë nuk i ka hije muslimonit, më marr me gjërat kota, sidomos në tetë një zanat. Në tetë një punë, dikunit e një dyqan. E kështu më me qëllim që sa më mirë mi kalu këta pushime. I kam disa vërejtje për këta pushime, shihet me të madhe nga gjenia femërore një zhveshje e pa kontrollonshme. Dhe së dashur nëna, si do të neve është bab, është vlla, është burri një gruaje, duhet me pas kujdes. Me pa gratë tona si dalin për shtëpisë. Jo pse na nxet asaj i lejohet me dalë zhveshur. Ama hoxha nxetash. Po zami i xhenemit tash do më nxet. Muslimani nuk e mat, si than parzit, nuk e mat vetëm me dynjë, po i mat me zdijave. Nxeti i kësaj dynjë është i rënd, e vërtet, por mbulesa në Islam është fars, është një obligim. Andaj kam këtë vërejtje të xhamati, kërkoj kam një kërkesë për ju që ta përcjellni te gratë tona, te motat tona, te çikat tona. Në të vishme pak më tepër, se kemi obligim. E kemi ata hin vjen gjuna për veten e vet, po hin gjuna dhe burra që i shohin. Andaj mund të keni kujdes, që ishte më një vërejtje që ka nevojë çdo verë me potencue, me përmendën, nga se më thon lëshimi nga muslimanët e xhamis ndodh kjo. Çika vet, gruaja vet, motra vet e shem, më thon ka dalë një formë shumë e zhveshur. Muslimani nuk e baket. Kjo ishte më thon një çështje që më pas kujdes. Çështja tjetër, nëse burra, nëse gruaja nuk është e kujdesshme, nëse gratë nuk janë të kujdesshme, edhe dalin të zhveshura, neve nuk na lejohet mi pa ata. Edhe pse ata kanë shkel, nuk mbulohen, nga ana tjetër obligimi mbet për neve që mos mi shiku gratë e huaja. E kemi haram, më thonë, mi shiku gratë e huaja, nëse na bie parasyve, duhet ta largojmë shikimin. Duhet ta kthemi kryen, edhe mos mi pa avretet e grave të huaja, nga se kemi haram. Ato e kanë shkel kufit e Zotit, por ne si burra me pas kujdes mos me shkel kufinin e shikimit. Edhe këtë formë, edhe zbatojmë një urdhën prej urdhave të Allahut subhanahu wa taala, edhe një gjë që kam një vërejtje që është shumë e rrugës me përmendën gjatë pushimeve verore, fëmijët e tanë nuk kanë angazhime, s'kanë obligime, çka bëjnë? 24 orë rrinë me telefon dorë. 24 orë. Ndoshta 20 gjumit e moj telefonin dorë. Dhe së dashur, aty ças po shohim, ças po nimi. Ne si prindë mund m'ja marr telefonin, me ja kontrollu telefonin, me këshill më thon fëmia me çfarë thot faqe ka hi, çka përcjell. Kjo është ajo më e vogla që mundem me bëu ne. Pasi nuk mundesh me bëu më shumë, bërëm çka të bane. Fëmijës ta më thon kontrolloj telefonin, me qëllim që mos me marr mendime, edukata të huaja që si takojnë më thon Islamit. Më në fund të lutem Allah subhanahu wa taala Zoti na mëson gjithë neve sa më miti kalimi këta 3 muaj. Aty ti kalimi aty ku është Allah i razi, jo vetëm këta 3 muaj, po ta mëson Allah subhanahu wa taala gjithë jeta jon të jetë ashtu siç don Allahu subhanahu wa taala. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.